Një 50 vjeçar ka mbetur i plagosur në një atentat me armë zjarri mbrëmjen e së premtes në lagjen numër 4 të Sarandës, pranë biznesit të tij. I plagosuri është qetësi Thimjo Rubati, i njohur edhe si Sandri. Nga të dhënat paraprake të policisë, dyshohet se bëhet fjalë për një atentat. Sipas policisë, autorët kanë qenë 2 persona të pajisur me skafandra, të cilët pas të shtënave janë larguar me një motomjet. Pas atentatit, Rubati u transportua fillimisht në spitalin e Sarandës, ndërsa për shkak të gjendjes së rëndë është dërguar për një ekip të specializuar në Tiranë. Policia njofton kryerjen e kontrolleve intensive për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Detajet e para të hetimit tregojnë se ngjarja ka ndodhur vetëm pak metra larg vendit ku një natë më parë u dhunua oficeri i policisë Mihal Velço. Për këtë ngjarje, policia ka shpallur në kërkim djalin e Thimjo Rubatit, Andrea Rubati, 27 vjeç, së bashku me 2 persona të tjerë, Antonio Lefteri dhe Ëngjot Dalanaj, të 3 me precedent penal. Megjithatë, sa i përket informacionit për 3 personat e shpallur në kërkim, pas kanosjes dhe dhunimit të oficerit të policisë Mihal Velço, deri tani nuk ka një konfirmim zyrtar që kjo ngjarje të ketë lidhje me plagosjen e 50 vjeçarit. Po ashtu, emri i Thimjo Rubatit nuk është i panjohur për policinë, pasi në vitin 2002 është arrestuar për trafikimin në renësh, ndërsa në vitin 2012 për rrëmbimin e një 16 vjeçareje.